Fundjavën që lan pas, prokuroria themelore në Gosivar nisi hetimet për zbardhjen e misterit që mbulon shpellën e zbuluar në malet e Kërçovës, në të cilën speleolog nga Italia gjeten më shumë kafka njerëzish dhe mbetje të tjera mortore. Prokurori i çështjes Ahmed Ahmedi të shtunën në vendin e ngjarjes praktikisht konfirmoi vetëm atë që ditë më parë e kishte regjistruar televizioni Art, ekzistimin e mbetjeve mortore. Në interes të verifikimit operativ të fakteve, lokaliteti ku ndodhet shpella në malet përmbi fshatin Baçisht është vënë në mbrojtjen e policisë. Ndërkohë, speleolog Maqedonas kanë ritheksuar se shpella me emrin Çerep është zbuluar madje para 18 vjetësh. Banorët e zonës pohojnë të kenë parë vizita në shpellë edhe më pas. Ndaj, çështja që shtrohet tani është jo nëse speleologët nga Italia apo edhe televizioni Art e pas kanë zbuluar shpellën dhe mbetjet mortore në të, por përse çështja është anashkaluar nga institucionet kompetente, përse nuk janë bërë atë botë hetimet që sot po i ndërmerr prokuroria. Të gjitha indikacionet janë se vjetërsia e këtyre kafkave është përtej para 50 vjetësh, pra që mund të lidhet me periudhën e luftës së dytë botërore dhe ato që në botën lindore njihen si krime të komunizmit. Për të marrë përgjigje për këto dhe çështje të tjera, kërkuam sot mendimin e prokurorit të çështjes, por ai edhe sot, si dhe të shtunën, u mjaftua me një përgjigje të thatë. Nuk mund ta bëj këtë sikundër u shpreh në interes të hetimeve. Gjithashtu, prokurori Ahmed Ahmedi la të kuptohet se qëndrimi në zonë do të jetë ndaluar, sikurse u shpreh ai për kohë të pacaktuar, deri në zbardhjen e rastit. Deri kur? Pyesim ne.